Joni Myshketa, një nga këshilltarët e djathtë në Këshillin Bashkiak të Durrësit, por dhe një nga zërat më aktive në qytet, është shprehur për mikrofonin e Adrianet Televizion rreth zhvillimeve të mbledhjes së Këshillit Bashkiak që u zhvillua të njëjtën. Shtesa në pikat e rendit të ditës në mbledhjet e Këshillit Bashkiak që u dërgohen këshilltarëve 24 orë nga mbajtja e mbledhjes, sipas tij i qenë këshilltarë të paprigatitur. Dua t'ju them që të rritë një mbledhje jashtrale nga kryetari i bashkisë, ku pas miratimit të rendit ditës, e cila ishte vetëm një pikë vetme, dhe ishte përkatësisht pika numër 1 ku akordoi fondi për 3 milion lekësh për lidhjen e kontratave dhe të gjithë punimeve të nevojshme për ujësies, kanalizimin dhe energjinë elektrike në lagjen e re në spital, i cili është një investim nga Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilën duhet ta falenderojmë përkatësisht jo vetëm qeveria e cila e trumbeton si një sukses sajnë, por të gjithë qytetarët e Durrësit. Pas miratimit kryekësinë e Këshillit, është bërë një praktikë e cila në moment të fundit shtohen dhe pikat e tjera të rendit ditës për të miratuar. Pra është totalisht e pa kuptim, duke shkelur dhe rregulloren e Këshillit, ku pikat e rendit ditës këshilltarëve bashkiak duhet i vinë në një harë kohor nga 5 deri në 7 ditë, sepse çdo këshilltar bashkiak ka nevojë të hulumtojë, ka nevojë të lexojë dhe ka nevojë të përgatisë dhe materialin, oponencën ose dakordsinë me të tilla pika, sepse çdo këshilltar bashkiak, pavarësisht koloritave politike, ne aty jemi për të përfaqësuar interesat e qytetarëve dhe qytetit. Dhe institucioni numër 1 i qytetit Durrësit, pra bashkia, duhet të vendosë disa standarde të munguara në lidhje me ligjshmërinë që zhvillon brenda institucionit, gjithashtu duke rritur dhe performancën e saj për të përkthyer në shërbime sa më të mira për qytetarët. Duke folur rreth pikave të mbledhjes që u shtuan, Myshketa tha se çështja e ndihmës ekonomike vetëm ndihmë ekonomike nuk mund të quhet dhe fokusi për të është që të rritet ndihma, pasi të gjithë këshilltarët bien dakord në parim. Pikat që u shtua pika e ndihmës ekonomike, e cila vetëm ndihmë nuk mund të quhet, por një lëmosh që i ofrohet qytetarëve, familjeve në nevojë, e cila ky duhet të jetë fokusi kryesor, pra rritja e ndihmës ekonomike, jo nxitimi i shtimit të pikave të rendit ditës. Pasi për ndihmën ekonomike të gjithë qytetarët bashkiak bien dakord a priori pas një lloj kundërshtese që të ndihmohen familjet e nevojë. Ndërkohë, këshilltari e quajti tërësisht të padrejtë përjashtimi nga e drejta e pronësisë së familjeve që deri para tërmetit të 26 nëntorit 2019 gëzonin pronësinë e disa banesave dhe tashmë nuk kanë të drejtë për të rifituar ato. Tjetër ishte heqja nga lista e përfituesve për shkak të procesit të rindërtimit, që vjen si arsye fatkeqësisë natyrore në Durrës të tërmetit famkeq të 26 nëntorit 2019. Dhe kjo është pra ne në materialin që u dorëzua, i cili ishte i cunguar, pra një materialit në të cilin asnjë nga këshilltarët, e para sepse nuk ishte kohë të hulumtonte, e dyta sepse ishte vetëm një relacion dhe asgjë më tepër për të dhënë dakordsinë pro ose kundër heqjes nga lista e përfitimit këtyre familjeve, të cilët në një mbledhje të mëparshme të Këshillit Bashkiak të vitit 2021 janë kualifikuar si familje që përfitonin nga rindërtimi, duke marrë banesat e tyre në të njëjtin pallat të rindërtuar aty ku ata e kanë blerë me mundin dhe djersën e tyre. Ndërkohë kërkohej që këto familje të hiqen nga lista përfituesve të banesave, të pronave të cilat ata me mundë me djersë i kanë blerë, për arsye sepse ekziston një VKM e cila i klasifikon ato të pa përshtatshëm për të përfituar pronën e tyre, sepse kanë banesat të dyta dhe të treta dhe sepse nuk janë banorë të Durrësit. Myshketa tha se u kërkoi këshilltarëve opozitar që ta shihnin çështjen nga ana njerëzore dhe mos të fshihen pas VKM-ve. Atëherë unë kërkova që në krye të herës që dhe këshilltarët e majorancës, pra në radhë parë ta shohin si qytetarë, sepse ato mbështeten tek VKM-ja, por kjo mund të jetë një VKM dhe është një VKM e padrejtë, pasi shkel ligjin themeltar të shtetit, që është Kushtetuta e Shqipërisë, që thotë shprehimisht në nenin 1 të saj që prona është e patjetërsueshme dhe çdo njeri në një Republikën e Shqipërisë duhet ta gëzojë atë i lirë dhe sipas gjitha ligjeve dhe shteti është garant për ta mbrojtur këtë. Në këtë rast unë i kërkova atyre që kjo VKM është një VKM e padrejtë, ta shohim nga ana njerëzore dhe nga ana morale, por përtej asaj dhe nga ana për të ruajtur dhe për të mbrojtur pronën, pasi ata familje realisht mund të kenë 2 ose 3 banesa, mund të jenë dhe banorë të në qytete të tjera, por atë pronë ato e kanë përfituar përmes mundit
përmes djersë, përmes sakrificave. Dhe me një të rënd lapsit, të gjithë mundi tyre shkon zero. Kjo ishte kërkesa ime, e cila nuk u mor parasysh fatkeqësisht nga këshilltarët bashkiak, duke u fshehur pas VKM-ve, të mos harrojmë që nga viti 45 e tutje, me mira prona u shpronsuan po përmes VKM-ve, me mira familje po internuan dhe u burgosën, dhe me mira klerik dhe qindra klerik u vranë po përmes VKM-ve. Pra, jo për herë VKM-t janë ata të cilët shprehin realisht atë çka është nevoja e qytetarëve. Pa dhe një herë që Këshilli Bashkiak Mazhoranca nuk është në shërbim të qytetarëve, por janë rreshta në shërbim të skemës politike ose të grupimit politik që përfaqësojnë. Sipas bashkisë, duke ju referuar aktit normativ numër 9, nxjerr pas tërmetit të 5 viteve më parë, disa familje në Durrës nuk do të përfitojnë nga programi i rindërtimit, duke ju cënuar kështu e drejta e pronës.